Të nderuar shikues, rikthehemi me duelin ndërmjet Proton Cable Prizreni dhe Golden Eagle Yllit pas pjesës së parë. Kemi befasin se Zai Suroi pasi që skuadra Proton Cable Prizreni e mbylli pjesë së parë me 61 me 50, realisht 81 pikë të realizuara. Të nderuar shikues, vetëm në pjesën e parë nuk jam e sigurt, megjithatë duhet të jetë ndonjë rekord i kësaj sezone, pasi që shumë pikë të realizuara, nuk i kemi parë 81 sosh, vetëm në pjesën e parë ka gëgja kohë teksa ekipi Prizrenas po shfaq lojë më të mirë definitivisht. Diku rreth 14 minuta pati lojë më të mirë se Golden Eagle Ylli, ku u shkëput edhe deri në plus 13. Sa vazhdojnë në aksioni i pari ekipit Golden Eagle Yllit vjen Wilson me pikët e tij për 61 me 52. Definitivisht më seriozisht do ta marrin lojën tani më ekipi Golden Eagle Yllit, po besoj që trajneri Alesh Pipan ka mbajtur një ligjërat goxha të mirë për lojtarët e tij, po e kërkon Ylli pozitën e 4 në renditjen tabelare. Polutak, lëvizje e mirë e tij realizon në kosh 4 pikë eksprese të Yllit në start të pjesës së dytë. Lojë me të vërtetë e mirë në këtë pjesë të parë në ndeshjen e fundit të kësaj sezone nga Proton Cable Prizreni. Ashtu siç e ka thënë Arnori Fati në vazhdimsi, pavarësisht që është definuar fati i skuadrës Proton Cable Prizrenit, janë duke respektuar maksimalisht për kredit Superligën. Lojë shumë e mirë tyre sonte në ndeshjen përshëndetëse. Sa e shohim Lenzo Smith Juniorin, i cili u ndal me personale. Do t'jetë në vijën e gjuajtjes Elir Smith, luajti me 16 pikë, 7 asistime në pjesën e parë. Nuk qëllon në tentimin e parë. Lojë mjaft e mirë e Terrell Bekut, 11-9 nga loja është Terrell Beck, 19 pikë, 6 kërcime të tij. Pika 17 e Lenzo Smith Junior, i cili pas 7 asistimeve i ka marrë edhe 5 kërcime, teksa lojë shumë të mirë shfaqe edhe Drillan Shala në pjesën e parë, 15 pikë, 8 kërcime, 7-5 nga loja. Ka faul nga Terrell Beck, në kosh me nga 10, në fakt me pikë dyshifrore tek skuadra e Golden Eagle Yllit, po luajnë pa lokaj me 12, 11 gashje, 10 Polutak nga banka rezervë. E vjedhin këto Prizrena si Jordan Johnson në kundërsojmë nga ana kundërt, nuk qëllon, është aty Drillan Shala, e kthen tek Jordan Johnson, i cili realizon, e ka shkelur vijën, është dyshe për 64-54, po e mban e përsin dyshifrore ekipi Golden, në fakt Proton Cable Prizreni, falni. Shalaku tek Palokaj, Shoshi, Wilson, Palokaj për 3. Betet i shkurtër, lidh Shoshi, lufton për atë. 1-1, teksa është ndalur me personale nga Drillan Shala. Qëllon Shoshi, pika e 3 e tij, ka 5 kërcime dhe i ka bërë edhe 4 asistime. Njeri sakt, 64 me 56. Smith. Në paksa nuk e humbë top ekipi Prizrenit. Jordan Johnson gjuan nga gjysmë distanca edhe njeri sakt. 66-56. Wilson, Qalaku gjuan. Sakt, por ka faul në sulm. E shohim edhe një herë faulin në sulm
Edhe mëtej ekipi Prizrenas po vazhdan me lojë më të mirë. Po e mban edhe përsin 2 shifrore. Terrell Beck. Terrell Beck, afër ti Liz Shoshi, mbrojtje e mirë e Shoshit, Palokaj. Shoshi, deri në fund, Liz Shoshi bukur shkën për të realizuar pika 6 e Lisit, që i ka marrë dhe 6 kërcime, sa i ka dhe 4 asistime. Jordan Johnson. Smith. Shala tek Nigja Gjuan për 3. Nuk është i sakt, Polutak me i larti në kërcim. Palokaj. Jan Palokaj. Personale. Tjetë në vijën e gjuajtje së lirë. 12 pikë të Jan Palokajt, 2-2 nga vija e gjuajtjes së lirë. Qëllon në tendimin e parë Palokaj. Sakt edhe një herë. Johnson. Back që gjuan për 3. është i sakt. Lenzo Smith në kësh nuk qëllon. Po vëdisi në duart e Derek Wilsonit, i cili në kundërsol me gjenë Liz Shoshin, i cili realizon shkrijet të përsia 66 me 62 me njerë timeout i kërkuar nga banka e Proton Cable Prizrenit dhe trajneri Arpneri Fati. 6 minuta e 8 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë, rreth 4 minuta nga pjesa e dytë kanë kaluar dhe ylli shkrien avantazhin e Prizrenasve në 4. Rikthehemi pas këtij timeouti. Jordan Johnson tek Lenzo Smith. Smith. Shala. Trilon Shala pasi mi gabuar i ti direkt në duart e Derek Wilsonit në kundërson. Jan Palokaj realizon 66-64, shkrihet në vetëm 2 përsia e skuadrës Proton Cable Prizrenit. Gradualisht po e shohim yllin të kthehet. Nigja gjuan për 3, është i saktë. Erion Nigja me ndihmën e tabelës realizon treshe. Treshe ati e 2 dhe pika e 6. Shoshi alet në gjysmë distancë, nuk është i saktë, po kthehet në duart e tij falëndimës Imran Polutakut. Palokaj. 5 sekunda dhe në përfundim të këtij sulmi. Gjen Derek Wilsonit, gjuan për 3. Nuk është i saktë në duart e Arjan Qallakut, i cili me një herë shpejt asiston tek Liz Shoshi, që qëllon 69-66. Edhe më te Golden Eagle Ylli po e kërkojnë rikthimin në rezultat. Terrell Beck gjuan, nuk është i saktë, topi në duart e Liz Shoshit.
Polutak. Shti dëfishuar. Qallakaj, edhe njerë Polutak. Wilson. Shoshi. Liz Shoshi deri në fund realizon. Do t'jetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë mundësi për të barazuar rezultatin. Indezi Turbinat edhe Liz Shoshi në këtë pjesë të dytë, tashmë 10.7 kërcime nga ai. Qëllon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë, mungonin pikët e Liz Shoshit teksa pati një faul, do ta shohim. Ky ishte momenti, jo faul, por do të kemi rishikimin e rastit nga dyshe referve, lusim regjin. Atëherë e pom për plasjen. E pom për plasjen e Smith Juniorit me Imran Polutakun që të dy lojtarët janë diskualifikuar. Realisht pamjet falën vetë, s'kemi çka të themi. Kur 69-69 është rezultati, Proton Cable Prizreni mbetet pa Lenzel Smithin, loja e fundit, lojtari definitivisht kryesori kësaj sezone për ekipin e Proton Cable Prizreni, dhe ky ishte momenti, kështu të përfundon Lenzel Smith këtë edicion të Superligës, gjithsesi do të dalin që të dy bashkë me Imran Polutakun vazhdojnë edhe Armënor Rifati të ketë diskutim me Polutakun teksa ndërsa tensionet po vazhdojnë edhe me kapitenin Gzim Morina. As pak nuk i ka hije një ndeshje të Superligës. Të shohim pamje të tilla, largohet edhe Lenzel Smith pas Imran Polutak. Mungesë e madhe do t'jetë për skuadrën e Proton Cable Prizrenit. Lenzel Smith luajti me 17.7 asistime, ndërsa i mori edhe 6 kërcime. Teksa Polutak ndeshjen e mbyll me 10.5 kërcime. Gjithçka baraz në Sezai Suroi në Prizren 69-69, Proton Cable Prizreni patje përsi prej 13 pikëve gjatë pjesës së parë, kthehet ylli në këtë pjesë të dytë, barazon gjithçka, 4 minuta lojë deri në përfundim të çereku të tretë, teksa që të dyja skuadrat mbesin pa nga një lojtar. Daryl Jordan do t'jetë në lojë tek skuadra e Proton Cable Prizreni në vend të Lenzel Smithit.
Pek në vjen e gjuajtjes së lirë, nuk qëllojnë të parën, as në dytën gjuajtjet e lira, as pak nuk pja donë sonte. 19 pikë, 4-0 nga vija gjuajtjes së lirë. Gashi gjuan për treshe, Artin Gashi. Edhe njerë kapiteni del në skem për Golden Eagle Yllën. Tash më kthehet e bërësia tek ekipi. Mysafir nuk qëllon shala në tentim për 3. 67-72. Deri në fund shkon Jan Paloka i realizon, ka edhe personale do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Nuk qëllon nga gjuajtja e lirë. Bejti 69-74. Jordan Johnson. Nuk qëllon Johnson, por e vjedh topin i moment shumë. Jordan Johnson, Daryl Jordan blokohet nga Artin Gashi. Do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Shojmë momentin e personales Gashit, që i jep 2 gjuajtje të lira. Daryl Jordan juniorit qëllon tentimin e parë, pika e parë e ti. 70-74, 2:42 deri në përfundim të qerekut të tretë. Është i saktë edhe në të dytën, 24-10 në këtë qerek, në të mirë të skuadrës Golden Eagle Yllit, shpërthen Ylli në këtë qerek. Vetëm 10 pikë të realizuara nga skuadra e Proton Cable Prizrenit. Ja lejuan Yllit rikthimin, e thash në fillim të pjesë së dytë, Alesh Pipani ja ka mbajtur goxha një farë ligjerat e lojtarëve të tij. Eksa i pam pikët Daryl Jordan, që edhe njerë e afron rezultatin. 73-74, time out i kërkuar, 2:13 deri në përfundim të qerekut të tretë. E vërsia tani më e ngushtë e ekipit të Golden Eagle Yllit, që u rikthye plotësisht në lojë, mori edhe avantazhin në këtë qerek të tretë. Rikthehemi pas këtij time outi. Wilson tek Palokaj. Gashi. Qallaku. Kliz Shoshi. Ujtë e mirë, Daryl Jordan. Të bivjedhur. Jordan Johnson. Shkohet me teknike. Arnor Rifati vazhdon të
ke tensione për ekipin e Proton Cable Prizren tashmë. Arnori Fati në shkua me teknike, në vjen e gjuajtje së lirë Jan Palokaj, e qëllon gjuajtje në lirë. Për 73-75, 1 minutë 28 sekunda dherë në përfundim të qereku të tretë. Plus 2 Ylli. Beck. Deri në fund Terrell Beck nuk është i sakt Lis Shoshi, këthen topin tek Wilson. Qallaku blokohet nga Drillian Shala. Teksa Terrell Beck këthen topin tek Daryl Jordan që ka personale ndaj ti. Do t'jetë në vjen e gjuajtje së lirë. Drejtje edhe për bankën e Golden Eagle Yllit. Nuk qëllon Jordan në tentimin e parë kësaj radhe, paraprakisht ishte 2-2, 4 pikë të ti në 2 minuta loj. Qëllon, i ka e 5 të ti, për 74-75. Palokaj. Gashi, pasimi gabuar i ti, topi vjedhur i Prizrenasve. Johnson, Nigja, gjithë shkon vetë deri në fund, betet i shkurtër, nuk arrit të realizon. Jan Palokaj e merr top, Derek Wilson në kundër sulm, bllokohet nga Shala, por pikët do të pranohen duke që ka prekur harkun Jordan Johnson të Knigja që gjuan për 3, nuk është i sakt. Topi në duar të Arjan Qallakut, mbeti 74-77, minuta e fundit e qereku të tretë. Wilson, Palokaj, ka personale. Pikës nuk pranohen. Tashmë në bonus është skuadra e Proton Cable Prizrenit, ashtu si që është edhe Ylli, 2 lira do t'janë për Jan Palokaj në 19 pikë nga Jan Palokaj, 6-5 nga vija e gjuajtje së lirë. Nuk qëllon në tentimin e parë kësaj radhe. As në dytën nuk është i sakt, Shala më i larti në ngërcim. Realizojnë Jordan Johnson. 76-77. Lis Shoshi në anën tjetër, vetë shkon deri në fund për pikën e tij të 15, tashmë double ka kompletuar. Kërcime i ka marrë katet për tyre në sulm. Terrell Beck ndalet me personale në tentimin e tij për 3. Gashi shkakton personale. 3 gjuajtje të lira e për Terrell Beckut, 4-0 është Beck sot nga vija e gjuajtjes së lirë. Ne shohim sekondat e fundit të shenjtë të këtij qereku. Vazhdon efikasiteti katastrofal nga vija e gjuajtjes së lirë. 5-0 sonte Terrell Beck nga vija e gjuajtjes së lirë, 19 pikë të tij, qëllon. Pas 6 tentime vjen realizimi i parë i tij nga vija e gjuajtjes së lirë. Edhe njerë qëllon, edhe njerë shkrihet në një e përsia. Kërkon Arjan Qallakun, Jan Palokaj. Topi përfundoi jashtë, do t'jetë edhe më tej në pronësinë e skuadrës së Golden Eagle Yllit. 2 sekonda e 1/100 të Palokaj, nuk qëllon as Wilson, i cili
kërkon faul, por gjithçka e pastër, 78-79 pas 30 minutave loj. Ylli u rikthye pas asaj seris prej 24-8, rëmbeu avantazhin edhe një herë në këtë qerek. Shtepësia në +5, gjithsesi Proton Cable Prizreni nuk po dorëzohet as pas 30 minutave, ku vetëm +1 janë Ferrandasit. 10 minuta në ndajnë nga përfundimi i kësaj përballje për të e kuptuar fituesin e kësaj ndeshjes së fundit këtij edicioni të Pro Kredit Superligës për skuadrën e Proton Cable Prizrenit. A do të arrijnë me befasi të e përfundon këtë stinor në Superligë Proton Cable Prizreni dhe të ndalë skuadrën e momentit, lirish më themi, Golden Eagle Yllin apo Ferrandasit do të vazhdojnë me lojë më të mirë në këtë qerek të katërt. I treti përfundoi 29-17 në të mirë të Golden Eagle Yllit. Do shohim si do vjedhin në 10 minutat e fundit tek ekipi mysafir. Jan Palokaj po luan me 19 pikë, double ka kompletuar. Liz Shoshi 15 pikë, 11 kërcime, teksa i ka bërë edhe 4 asistime, ndërsa 14 pikë nga Artin Gashi e 10 nga Imran Polutak, i cili është diskualifikuar tashmë pas përplasjes, nëse mund të themi, me Lenzel Smithin, për cilin gjithashtu ka përfunduar ndeshja. Startojnë edhe 10 minutat e fundit, topi parë në duart e Prizrenasve. Në fund shkojnë Jordan Johnson, nuk arriti të realizon, por është Terrell Beck aty për ta përmirësuar. 80-79, tashmë në lojë edhe Malcolm Armstead. Gashi, Armstead, Palokaj, Shoshi, Jan Palokaj, gjuan për 3, betët i shkurtër, Drilon Shala e mera top, Jordan Johnson. Rionija gjuan për 3 pikë, airball i tij, Daryl Jordan është nën kosh aty për të realizuar pika e 7, Daryl Jordan, i cili po e zëvendëson Lenzel Smithin. Gashi e humba top, Nija, Terrell Beck, deri në fund, Terrell Beck realizon edhe njerë skuadra e Proton Cable Prizrenit e detyron trajnerin Alesh Pipan të kërkon timeout. 84-79. Po vazhdojnë me lojë të mirë Prizreni. Pavarësisht faktit që u rikthye Ylli në lojë në qerekun e tretë, edhe një rikthehet avantazhi në anën e Prizrenit. Shohim si do të rrjedhin gjërat pas këtij timeouti.
Atëherë po e shohim diskutimin e delegatit të ndeshjes dhe Abnor Rifatit kërkohet që të largohet edhe nga publiku Lenzel Smith, i cili është ulur për të shikuar ndeshjen, ndërsa në anën tjetër duket që është edhe Imran Poloktak për plasje e tyre nuk i lejon që të qëndrojnë as në palestër dy të diskualifikuarit. 84-81 pikët e Lis Shoshit. 17 pikë të Lisit. Terrell Beck. Deri në fund, ka foul. Personale e Artin Gashit. Ky është momenti personales. Kërkan shpjegim, ale shpipan. Nuk qëllon Terrell Beck nga vija gjuajtjes së lirë. 7-2. Në fakt 8-2 është nga kjo pozit. 25 pikë gjithsesi nga i në përgjithësi, por gjuajtjet e lira nuk vja dënë. Nuk qëllon as kësaj radhe që u ndodh me Terrell Beckun nga vija gjuajtjes së lirë. Palokaj tek Lis Shoshi. Shoshi, të dopin të Palokaj, Wilson. Derek Wilson, Gashi, ka gabuar në hapa. Do të mirë e skuadrës së Proton Cable Prizreni, do të kemi zëvendësim tek Ylli. Gashi lë vendin për Çallakun. 84-81. Është në përsia e Prizrenit. Nigja. Jordan Johnson tek Shala. Terrell Beck me njerë tenton. Fenomenal është Terrell Beck në ngësh. 27 pikë. 86-81. Wilson tek Çallaku. Shoshi. Deri në fund Lis Shoshi. Edhe Lisi po shkëlqen sonte. Tjetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Shohim realizimin e ti. Pika 19 e Lis Shoshit. 10-8 është nga loja. Ka 80% saktësi nga loja tek sa i ka marrë dhe 11 kërcime. 4-4 nga vija e gjuajtjes së lirë, 4 asistime. Performancë fenomenale Lis Shoshit, cili ka dhe një top të vjedhur dhe një blokat. Daryl Jordan kthen topin tek Drilon Shala që gjuan për 3, nuk është i sakt. Edhe Shala ka kompletuar për ndryshe double 15 pikë, 14 kërcime. Çallaku, Shoshi. Personale realizon Lis Shoshi edhe një herë i sakt. Barazon rezultati në 86 me 86. Personale 4 të Drilon Shalës. Edhe Lisi edhe Shala kanë indeksin prej plus 30 deri në këto momente. Dy lojtarët më të vlefshëm në fushë, teksa Lisi e rikthen avantazhin tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Mbrojtje e mire edhe nga Derek Wilson. Armstead. Shoshi. Deri në fund Shoshi, nuk është i sakt kësaj radhe. Jordan Johnson. Jordan Johnson shkon vetë deri në fund, nuk qëllon. Derek Wilson. Mera top.
Palokaj. Të vjedhur i Terrell Beck. Jordan Johnson. Pa personale nga Derek Wilson. Topi do t'jetë Anash Nigja, do t'a rikëtha në loj. Gjohan nga gjysmë distanca Terrell Beck. Airball i ti. Jan Palokaj në anën tjetër, këta në tomi të Karjan Qallaku Wilson. Qallaku për 3, Gjuan nuk qëllën. Edhe njerë Shala më i larti në kërcim. Jordan Johnson deri në fund nuk është i sakt, por tjetër personale për të jep 2 gjuajtje të lira. Është era e parë që ndodhë në këtë pozicion të Jordan Johnson, 14 pikë të ti. Qëllan në tentimin e parë. I saktë edhe një herë për të rikthyer ebërsinë minimale tek skuadra e Proton Cable Prizreni. Tavares në loj ullët Derek Wilson. Armstead për 3, nuk është i saktë shini Shoshin. Nuk qëllon, e merr edhe njerë kërcimin për të realizuar Lis Shoshi. Sot e merë gjithë përgjegjësinë tek ekipi Golden Eagle Yllit. Ka personale nga Arjan Qallaku, me të vërtet performanca e Lisit është fenomenale. 25 pikë nga Lis Shoshi, në fakt 13 kërcime i ka, 4 asistime. Fenomenal. Terrell Beck në anën tjetër realizon treshe. Edhe njerë është i sakt. Terrell Beck, pika e 30 e ti. 91-89. Qallaku gjende vërtimin, dalet me personale, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. 4 minuta e gjysmë deri në përfundim të kësaj përballje që po vazhdon të jetë ngushtë. Nuk qëllon Qallaku në tentimin e parë. 4 pikë të Arjan Qallakut sonte, 2-2 ishte paraprakisht nga vija e gjuajtjes së lirë. Kësaj radhe nuk e qëlloi të parën. Në të dytën është i sakt. 91-90. Jordan Johnson. Terrell Beck tek Jordan Johnson edhe një herë. Shala gjuan për 3 mbetët i shkurtër, topi në duart e Lis Shoshit. Palokaj, Qallaku, Shoshi. Bukur të Tavares që blokohet. Nuk du të pranohen pikët. E shojmë edhe njerë momentin. U blokua me top në dorë. Nuk e lëshoj topin. Tavares dhe gabim në hapa ishte teksa. Kemi time-out të kërkuar nga Arbnori Fati. Pak se 4 minuta loj deri në përfundim. Proton Cable Prizreni në ebërsim minimale ndaj Golden Eagle Yllit. 91-90. Shkollin jepi dhe ngrasi Arsenalin e shtrasi, keeper Manchester United.
Pra më pak se 4 minuta deri në përfundim. Do shohim Jordan Johnson vjen me tentim për 3, nuk arriti të realizon, pa personale. Solim topi do të takojnë skuadrës. Golden Eagle hyllit personale ishte Daryl Jordan. Shumë likt ky lojtar ish ka thënë 4 personale. Gabim në hapa definitivisht. Hapi vazhdueshëm ishte nga Malcolm Armstead, jo i vëmendshëm. Jordan Johnson. Terrell Beck dëgjuan për 3, nuk është i sakt. Tavares e merr atë, ndalet me personale nga Drilon Shala, personalja e 5 e Shalës, i cili kompleton double dhe përfundon këtë ndeshje. 15 pikë, 15 kërcime, 4 asistime nga Drilon Shala. Luaj mjaft e mirë e ti sonte kundër ish skuadrës ti. Golden Eagle hyllit përfundon ndeshja edhe për të. Skuadra e Proton Cable Prizrenit mbetet pa një tjetër lojtar pas diskualifikimit të Lenzel Smithit. Eksa Tavares është në vijën e gjuajtjes së lirë, nuk qëllan. Jordan Johnson. Jordan Johnson edhe mëtej. Deri në fund, nuk qëllan. Terrell Beck e merr atë Ninja. Beck arrin të gjuan në sekundat e fundit, jo dhe të realizon luftë për atë. Përfundon disi në duart e Elias Shoshit. 91-91, 2 minuta e 22 sekonda deri në përfundim të kësaj përballje. Palokaj tek Çallaku deri në fund. Çallaku ishte jashtë. Bukur ai top të Terrell Beck, i cili realizon 93-91. Çallaku. Wilson. Palokaj e gjen dëbërtimin. Jan Palokaj. 21 pikë të Janit. Edhe njëherë Baraz. Bukur ai top të Terrell Beck, kthen topin tek Futko. Topi do të vazhdon të takon skuadrës Proton Cable Prizrenit.
1 minutë e 41 sekunda. Time out I kërkuar nga Arnori Fati. Gjithë shka baraz në Sezai Suroj në Prizren, një skuadër e Proton Cable Prizreni që po lufton deri në atomin e fundit, pavarësisht faktit që tashmë në zyrtarisht është larguar nga Superliga. Po e kërkon fitoren, të përshëndetet pra me një fitore nga Superliga. Do të arinë Prizrena si të marrin fitoren ndaj Golden Eagle Yllit që realisht deri në këtë ndeshje ishte në super formë, por jo dhe sonte nuk po ecën gjërat sonte tek Ylli ashtu siç ecën deri në këtë përballje. Ai I cili po funksionon perfekt është Lis Shoshi, I cili në pjesën e dytë I ndezi turbinat. 25.14 kërcime nga Lis Shoshi, 4 asistime. Fantastik Lisi tek Ylli, 39 të ka indeksin. Kjo të regon më së miri për performancën e ti. Sonte, sa 21 pikë tjera ardhen nga Jan Paljokaj, 14 ishtoj Artin Gashi, në anën tjetër 32 pikë, 9 kërcime nga Terwell Beck. 15 pikë, 15 kërcime nga Drilon Shala, 16 tani më nga Jordan Johnson I cili I ka edhe 9 asistime. Daryl Jordan blokohet nga Lis Shoshi. 1 minutë e gjysmë deri në përfundim. Topi në duart e Therandasve. Gjithçka baraz 93 me 93. Derek Wilson mire par, Jan Qallaku realizon. Derek Wilson për 3 pikë. Pika 10 për të shoh impresionin ndaj Jordan Johnsonit I cili ndalet me personale. Do t'jenë 2 të lira për të. Nuk qëllon në tentimin e parë Jordan Johnson. Janë të rëndësishme realisht këto pikë. Qëllon në të dytën. 94-96. Qallaku. Shoshi tek Paljokaj. Wilson. Jan Paljokaj gjuan për 3 pikë. Çfarë treshe nga Jan Paljokaj. Në minutën e fundit, kur po afrohemi përfundimit, 2 treshe eksprese nga Ylli, Wilson e Paljokaj, të cilët shkëputën në rezultat. Jordan Johnson futko të gjuan për 3. Nuk qëllon Tavares më I larti në kërcim. Dajl gjithçka. Paljokaj, Wilson, Jan Paljokaj. Qallaku, Shoshi, Paljokaj, Derek Wilson. Normalisht shkojnë me sulm të zgjatur, do gjuan në sekundat e fundit. Derek Wilson. Edhe një treshe, 2 treshet e ti vendimtare bashkë me Jan Paljokajn dhe Golden Eagle Ylli do të arinë fitoren pavarësisht që qëllon Erion Ninja për 3. Me të vërtet ishim dëshmitar të një ndeshjeje fantastike. Golden Eagle Ylli arin fitoren, por ja komplikon punën Proton Cable Prizreni në ndeshjen përshëndetëse nga Superliga. Pam performanca fenomenale individuale, pam lojë të bukure, pam edhe momente tensioni. Pam shumë gjëra në këtë ndeshje të gjirës fundit të sezonit të rregull të nderuar shikues. Lis Shoshi tha fjalën kryesore me indeks prej plus 40, double-double, 25 pikë, 15 kërcime, 4 asistime, një top të vjedhur e një blokad. Perfekt ishte sonte Lisi, u ndihmua edhe nga Paljokaj me 24 pikë.
13 i shtoi Derek Wilson me 2 treshe vendimtare, ndërsa 14 pikë i realizoi edhe Artin Gashi. Në anën tjetër tek skuadra e Proton Cable Prizreni, 32 pike 9 kërcime ardhën nga Terwell Beck, double nga Drilon Shala, 15 pikë 15 kërcime, e nga 17 pikë i shtuan Jordan Johnson Nesmith Jr. Për pak qaste do t'jemi me intervistat.